Si vepron truri i Jozit, po themi, i cili mbështetet më shumë në aspektin fizik dhe në ushtrimin e agresivitetit përballë gjestit nga ana tjetër që ka një natyrë dhe një karakter tjetër. Ne si qenë njerëzore kemi cilësi, qëndrime tipare të cilat na dallojnë nga njëri tjetri. Mund kemi ngjashmëri, por formsomi dhe edukomi në rrethana dhe ambiente apo mjedise keqësisht tjera, dhe varësisht nga mënyra se si jemi formsuar dhe në çfarë periudhash apo përvojash kemi kaluar nga ato fazat më të rëndësishme të jetës, siç është fëmijëria, por edhe faza e dheur e adoleshencës, e dheur në kuptimin psikologjik, na bën ne që situatat i perceptojmë sipas asaj se si jemi formsuar, jo vetëm nga parimi gjenetik, por edhe parimi epigjenetik, sociokulturor, emocional e psikologjik. Dhe referuar pyetjes tuaj, Jozi, kam bindjen se mund të reflektoj, megjithëse e ruaj qëndrimin tim, dhuna nuk justifikohet. Kërkimfaljet, pendesat, vetë reflektimi janë cilësi të një karakteri apo një personaliteti që do të pësoj ndryshime dhe shpreh gatishmëri të rikonstruktoj me gjatë sjelljet e tija, por unë dua ta shoh gestin ashtu siç është, në një tempo, në një ritëm, me një humor të qëndrueshëm drejt asaj fitoreje që me merit i takon gestit. E tani po e ruaj pozicionin e një personi që ndoshta po e promovoj gestin duke u treguar i rinjanshëm, por a flasim hapur. Shikoni, po flasim hapur. Doni ta besoni ose jo, e ka merituar dhe e meriton fitoren. Por çfarë vendos publiku, si do të rrjedhin gjërat, gjithçka varet nga situatat pasuese dhe çfarë do ndodh deri në fund. Si është e mundur që gjesti i hapi derën me mirësjellje dhe nga ana tjetër Jozi ushtroi dhunë mbi të? A tregon kjo se ai ka një kompleks inferioriteti përballë gjestit, duke mos arritur që ta mund me fjalë, por kërkon që ta mund përmes dhunës fizike? Shikoni, jo vetëm Jozi, por edhe persona të tjerë që mund të jenë të ndjeshëm, të afektuar, të frustruar, të mbushur ndonse me inat e xhelozi, në atë situata nuk them ndonse se mund të godasin ose mund të ushtojnë dhunë brutale ose goditje, por mund të ndjehen inferior dhe ka edhe një gjë shumë të rëndësishme këtu. Shumica prej banorëve në Big Brother VIP Albania, në fillim kur është futur gjesti, e kanë paragjikuar, e bullizuar në komunikimin e tij, në folur e tij, debatet që i zhvillonte, dhe absolutisht thjesht e kanë konsideruar si një outsider apo një transfer nga një, ta themi kështu, klub në një klub tjetër. Kur them klub, kjo e analogjit me këto aktivitetet futbollistike sportive që bëhen, por absolutisht nuk e kam besuar se gjesti mund vije deri në finale, aq më tepër akoma të fitoj. E tani, kur kanë filluar të besojnë dhe ta shohin qartë se ky është një protagonist për fitoren e madhe, sigurisht që i bën banorët jo të ndihen inferior, por dhe të krijon aleanca dhe grupacione për të
sulmuar apo sfiduar një grup tjetër, apo grupin e Gjestit, ose lidhen në emocione dashurie romantike me Eglin. Ju e dini shumë mirë. Kur Don Kishoti filloi të lexonte, u bë gentleman apo jo. Kur filloi t'ju besonte gjërave që i lexonte, ai u bë çesharak. E kupton? Dhe kështu ndodhi me banorët. Banorët ndiheshin gentleman, sepse në raport me Gjestin ndiheshin gentleman, ka ardhur thjesht outsider dhe nuk ka asgjë prej tij, është thjesht një zhurmues dhe kaq. Por kur filluan t'ju besonin ideve të tyre se thjesht nuk mund të arrijë deri në finale dhe ose nuk mund të jetë një protagonist, një nga kryesorët për të marrë titullin, atëherë tani po shihen si banor që në disa raste duken sikur janë edhe çesharak. Tani situata është shumë serioze. Ai është shumë pranë fitores, prandaj gjëja më e rëndësishme është këtu se të tjerë mund të jenë inferior, mos harroni një gjë. Të tjerë mund të jenë inferior, por Gjesi në asnjë moment në raport me banorët e tjerë nuk është ndjer superior, as megaloman. Ta keni ndjerë. Si e komentoni faktin që si Lart Vasili ashtu dhe Rozana Radi nuk vrapuan për ta ndihmuar Gjestin, por patën një stepje, duke qenë se dhe ata kanë qenë, po themi thonjza, viktima të lojës së Gjestit? Përgjigjja është në pyetjen tuaj. Kanë qenë viktima të lojës së Gjestit. Çfarë prisni ju? Si viktima të ndihmojnë atë që i ka bërë të ndjen si viktima, ndonkohë Gjesti nuk i ka bërë ata viktima, ata janë ndjerë si të tillë sepse Gjesti ka bërë lojën e tij brenda rregullave të bigut. Pra, mos prisni nga disa banorë që janë ankuar për gjumin, madje kanë kërcënuar brenda rregullave, brenda lojës në disa raste. Gjestin shiko se mos vazhdo kështu të ma gasmosh apo ma provokosh nervin ose të ma provokosh gjumin, se situata mund të përshkallëzohet. Dhe ja tani, ju prisni që Rozana apo Laerti ose dikush tjetër aty që i ka pasur më të acaruar raportet me Gjestin, i ndihmonin ato momente? Jo. Ata aty kanë qenë spektator brenda një spektakli dhe jo banor, thjesht spektator në situatë mes Jozit dhe Gjestit. Kështu e shohëm. Çfarë kanë dashur të fshehin ata në këtë rast? Tani kërkon nga unë që të jem super telepatik, metafizik e parapsikologjik, po e them me humor, lutem. Por çfarë kanë fshehur, çfarë fshehin, çfarë kanë tërdëllidur apo përshpëritur në mendet e tyre, unë thjesht e shoh, është opinioni im, jo i bazuar në fakte apo në argumente, thjesht një bindje. Unë mendoj që kur e kam parë atë situatë, ndonse është paragjykim, ndjes publikut, ndjes atyre që na ndjekin, po thjesht është opinioni im, ju lutem mos ndikoni nga opinioni im. Ata në ato momente ndoshta janë sinkronizuar me Jozin. Natyrisht nuk besoj se Laerti mund ta justifikojë dhunën Rozana ose dikush tjetër, edhe ata besoj që janë kundër dhunës, por duket sikur si spektator nuk kanë ndjerë dhimbje në ato momente. Dhe kur nuk ndjen dhimbje, atëherë çfarë rrezikojmë ne? Të humbasim përgjegjësinë tonë, etikën tonë njerëzore, sepse kur dëgjoj të tjerët kur thonë mos prisni etik në reality show. Po pikërisht brenda reality show vlerësohet më shumë se kur etika.